Një aksident i rënd ka ndodhur pak pas mesnate në qytetin e Vlorës, ku një 17 vjeçar ka humbur jetën pasi u përplas nga një makinë teksa po udhtonte me motor. Viktima është Leandro Shametaj, 17 vjeç. Fatkeqësisht përplasja ka qenë fatale për të dhe i riu ka ndruar jetë pavarësisht përpjekjes së mjekëve. Sipas burimeve nga vendngjarja, për shkak të goditjes së fortë, trupi i viktimës është dëmtuar rënd. Familjarët e të riut kanë akuzuar mjekun ligjor dhe prokurorin se kanë zvarritur procedurat, çka ka sjellë edhe vonesat për tërheqjen e trupit të riut. Mbrëm në orën 12 të natës është aksidentuar nipi i djalit Çupës dhe ka ardhur në morgun e spitalit Vlorës. Kemi rreth 8 orë këtu që po presëm, nuk vjen mjeku ligjor na ndihmoj të bëj veprimet e saj. Një makinë na e ka vrarë djalin, ka ikur me shpejtësi 200 km/h në qytetin e Vlorës, as i patrull policie. Bulevardi Kryesor, nga Lugomaria drejt te kinoteatri ka vrarë djalin, ka ikur me 200 km/h, as po sa blok policie si ka dalë përpara. Dhe shteti tash ka ardhur me 15 policë këtu, më mban mua, s'më jep djalin ta shikoj. Unë se kam parë me sy një herë nipin. 32 vjeçari që drejtonte makinën tip Porsche Hajti Bajramaj ka qenë në efektin e alkoolit dhe me shpejtësi të lartë. Ai është shoqëruar nga policia për të marrë në pyetje në komisariat.